E di kush e vrau, flet nëna e vajzës kenjane që u dhunua dhe u hodh nga kati i tretë i hotelit në Tiranë. Edhe pse kanë kaluar 3 vite nga ngjarja rënd ku një 22 vjeçare kenjane u dhunua barbarisht dhe u hodh nga kati i tretë i hostelit, ende ngjarja nuk është zbardhur. Gjoja Joko punonte në një kazino në Tiranë dhe gushtin e vitit 2022 ndodhi edhe ngjarja rënd. Pas 6 muajsh në koma, ajo ndroi jetë në Kenja. Sa i përket hetimeve të ngjarjes, prokuroria e Tiranës po shkon drejt pezullimit për shkak se nuk ka prova për të vërtetuar se cili është autori. Po ashtu, prej 2 vitesh, autoritetet kenjane nuk i kanë kthyer përgjigje letërporosive të prokurorisë shqiptare, cila kërkon skedën e vdekjes së vajzës nga Kenja. Nëna e vajzës kenjane, Ruth Abongo, ka dhënë një prononcim të shkurtër për mediat. Ajo thotë se nuk do të dorëzohet dhe do të kthehet në Shqipëri për të kërkuar drejtësi. Ajo thekson se e di kush është vrasësi i vajzës së saj. Unë e di kush e vrau fëmijën tim, edhe policia e di. Jam shumë e zhgënjur nga drejtësia në Shqipëri. Është dhimbje e madhe për mua, por tani jam bërë më e fortë dhe tani kam forcën për të përballur me frikrat e mia përfshirë kthimin në Shqipëri në të ardhmen e afërt. Po do të vi për të mbyllur çështjen dhe për t'ia marrë telefonin nga gjykata me këshillat e duhura do të vi, por këtë herë do të sigurohem që kam vizituar personalisht zyrat në Kenja.